Të ndërruar shikues, kam këtu pranë një super kampione që vjen nga Golloborda e Peshkopis, është Fiçiri Rama. Ish kampion i Korabit, trajner i Korabit për shumë vite. Është sot në Shkodër në pikën turistike të Çirokës duke marrë pjesë në një ceremoni, mund të themi, fantastike dedikuar ditëlindjes së 64 të kampionit të vazhdimit Koles Lithi, i cili vjen nga Amerika, ku jeton për 20 e sa vitesh dhe ka mbledhur ajken e mundjes shqiptare. Fiçiri, mirë se erdhën në Shkodër. Misuru gjeta, sepse Shkodra e traditës ka shumë traditën me Gollobordën dhe me Dibrën. Dibra dhe Shkodra kanë pasur bashkëpunime të hershme, sidomos në sportin e mundjes. Po, unë qëmë Fiçiri Rama, jam nga Radoveshi Gollobordës, nga një fshat me shumë tradita në sportin e mundjes, ku mundësat e Radoveshit dhe të Gollobordës, po dhe temri lartë të Korabit, jo vetëm kanë përfaqësu emrin e Gollobordës dhe të ekipit të Korabit të Peshkopis, por kanë përfaqësu ndër ekipet më të forta të Shqipërisë. Po me Shkodranët kemi pas shumë miqësi, shumë dashamirësi, edhe unë sot takova shumë kundërshtar që jam ndesh me to, me Tonin Demon, që jam ndeshur në vitin 1970, jam ndeshur me Regjën e Vllaznis edhe me shumë të tjerë, po sot u takuam dhe u shmallëm saktë. Dhe falenderojmë Shkodrën që bën një aktivitet kaq madhështor. Unë kam fillu sportin e mundës që në Voglin Gollobord, në Përsinete, në Përdarsmë, si e kemi tradita. Pastaj fillova me ekipin e fritur të Korabit, ekipit kombëtar, e u bëra trajner i Korabit dhe të ekipit kombëtar, kam dalë shumë vite kampion, dhe për ta përmendur dhe gjithë Shqipëria, unë kam arritur të ndeshem dhe me djalin tim. Është një rast që çdo kush e di ma. Fantastike. Ka ndodhur në cilin vit? Në vitin 1995, me 25 nëntor të vitin 1995, Ju ndeshëm Babepir. Ju ishit me Korabin dhe djali me? Me Partizan. Me Partizan? Po që ishim në një pesh. Kush fitoj? Pa tjetër baba do fitonte. Po, mas pak të kësaj janë ndeshur dhe djali mi ditin me djalin e vajzës time një pedaj. Tradita po vazhdojnë, përse kam pas një vajzë 14 vjeçare, ajo guxoj të vesh kostumin e mundjes dhe të përfaqësohet në kampionate dhe botërore, si Zvicër, Norvegji dhe Belgjik. Ishte një trimresh, një vajzë që nderon të Shqipërinë. Dhe prandaj me një fjalë janë ca gjëra se mundësat e Gollobordës dhe të Korabit, jo vetëm që kanë dalë kampiona, njështë transporti, njështë të merituar të sportit, deri të sportit shqiptar, njështë të merituar të tjera, por të gjithë Shqipërisë. Dhe prandaj ne edhe sot e vazhdojmë atë traditë, e vazhdojmë akoma, e kemi traditë, e kemi bë këtë, por në veçantë desha të falenderoj një të palodhurin, një mundës nga më të mirët të Shqipërisë, zotin Gjelil Cibaku, do është në një moshë të thime, po që është i palodhur, që sporton dhe i bën këto aktivitetet për të takuar, për të kujtuar, për të respektuar e shumë gjëra të tjera. Respekt të veçantë për Gollobordën, respekt për Peshkopin, respekt për Dibranet, edhe në aspektin tim personal, duke pas parasysh edhe mikun tim të afërt, kolegun e nderuar, Defir Metasani, prej të cilit ka marrë dhe impulset dhe nxitjet e pasionit Dibër Shkodër dhe Shkodër Dibër. Unë e falenderoj Defir Metasanin për arsye se ai ka zaventësuar me të Bellovën. Super, po. Me një zot të bukur, ai thoshte stadiumi është mbushur plot e për plot, ku s'ka ta edhish dhe kokrën e mollës, edhe shiqir që është nga Dibra i dhe ka bët të pamundurën për Dibrën. Edhe ti do jesh i ftuar në aktivitetin tjetër që do
vëmë në Golobord, dhe nga zotë Cibaku nuk do të haroj, do jesh atje në prezent për të respektuar, që na keni respektuar këtu. Pra, me se komentuam edhe me Tasanin Tibra, nuk është vetëm e mundjes, por është edhe e gazetarisë sportive, e Bellovës, e defrimit Tasanit të pas e rëndësueshëm. Faleminderit. Edhe defrimit Tasani artikulli që kur jam ndeshur me djalin tim është i shkruar. Fikiri Rama një rast i rrallë në sportin shqiptar. Ka bepirë se kaj ka qenë prezent në pallat sportit kur jemi ndeshur. Ky ishte Fikiri Rama, një nga legjendat të sportit mundjes nga Golloborda e peshkopisë, tradita e cilit ka vazhduar nga Fikiriu tek djalit tek me, edhe vazhdon. Respekti Fikiri. Ju faleminderit shumë.